Pra sot në studio miqdashur do të flasim për shëndetin e syve, organin më të rëndësishëm që e kemi, edhe që duhet ja dim vlerën. Sot me ne në studio është doktor Agon Abdia nga Sistina Oftalmologji. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, doktor. Mirëmëngjesi. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem prezent. Është edhe e jona. Sot do të flasim për këtë temë, do ndalemi pak më shumë, por unë fillimisht ashtu e kemi zakon në emisionin ton, po diskutojmë dhe po flasim lidhje me temën. Tema e sotme është syri sheh, goja flet. Kush e pëson? Koka më doktor. Po pse më doktor, kështu si ta zgjidhim këtë? Se sikur të kishte gojë syri, do të fliste shumë më shumë. Por gjithmonë është i heshtur. Ne thamë drejtorin që jemi një popull pak a shumë që kemi dëshirë shumë të flasim, të ndikohemi nga mendimet edhe të tjerëve dhe gjithmonë ndim të konstatojmë gjëra edhe kur s'kemi fakte. Mirë po gjithmonë është ai problemi fillestar me syrin. Syri që sheh, pastaj fillojnë gjykimet. Si e mendoni ju? Pa i menduar mirë ndonjëherë. Po në përgjithësi, mendoj se si qenie njerëzore jemi të zhvilluar si qenie sociale, kështu që gjithmonë besoj gjatë gjithë historisë jemi bazuar në atë çka shohim që të jemi në gjendje të formojmë mendime për rrethin, për ngjarjet që ndodhin rreth nesh, po shpeshherë në shikim të parë edhe mund të na rrejnë situatat si i gjykojmë. Prandaj ndoshta mirë është ndonjëherë të shohim pak më shumë para se të flasim. Të vëzhgojmë më mirë. Shohim mirë, të dim situata dhe pastaj si themi, le ta mendojmë deri në 10. Ti shohësi si e më mirë, edhe ta themi kur jemi të gatshëm. Mund të mbrishë deri tek 100, por është më mirë të mbrish deri tek 100 si kanë dalë edhe këto kamerat e reja 360 shkallë. Është mirë të vëzhgohet një herë 360 shkallë. Pastaj të vendosësh për ndonjë mendim kritik. Ku jemi te 360 shkallë? Sa sheh syri doktor kështu? Kemi 180 jemi apo jo? Jo, diku te 160, 50. Ti që zbulova, sepse nuk e di. Nuk e di, po. Në momentin, ka shtancë që shohen gati se 360, kryesisht që i kanë si të këta që janë, po, ata shikojnë domethënë të dy anë. Kuajt. 360. Kryesisht jo mish ngrënësit, po bar ngrënësit, që duhet ta kenë në kontroll gjithë situatën. Rreth e rrotull. Se ku është bari më i gjatë, ndoshta ajo është. Jo, ku fshihet tigri. Ku fshihet tigri, se nga frika e madhe, sigurisht që nëna natyri ka krijuar të tilla. Por domethënë në për habitatet e tyre që mund të kemi. Unë do doja sot të flasim për shëndetin, për syrin, si organ shumë i rëndësishëm. Shumë e neglizhojmë, unë mendoj. Sa i neglizhojmë në të vërtet qytetarët shëndetin e të pamurit. Domethënë një gjë që është shumë e rëndësishme për njerëzit. Por gjithmonë mbasi e humbim, mbasi zbehet, mbasi fillojnë problemet, tek atëre fillojmë të vedisohemi, tek atëre kërkojmë zgjidhje. Përse nuk jemi ne të tillë që para se të na vjen problemi, të shkojmë të bëjmë kontrollet. Kjo është një veçori e gjithë popullatës tutte ne, që kryesisht kemi tendencë të reagojmë kur më përkeqësohet deri në momentin ku bëhemi ju funksional, ti themi. Po pa marrë parasysh ai vetëdijsimi edhe niveli i kujdesit ndaj vetë trupit ton është diçka që shumë ngadalë zhvillohet. Sa mund ndikojmë, ndonjëherë është e kufizuar. Ne si popullat më shpejt do reagojmë që se kemi me veturën ndonjë problem, se sa me vetën tonë. Kemi këtë fenomen. Pse si, nuk do gjëja asun të sqaroj. Mirë po sa u përket syve, ka gjendje të caktume ku duhet të intervenohet me kohë, edhe kur arrin nivelet caktume, dëmi është irreversibil. Kryesisht këto janë glaukoma ose shtypja e syve, që e dëmton nervin optik, edhe aq kam pyetje për fushën e pamjes, jo dal nga dal, ngushtohet, derisa arrin vetëm si pamje tubare, i themi ne, ose si tunel ku shohim. Si në dylbi kur jemi. Sakt. Edhe për fat keq diagnostifikimi dhe trajtimi i hershëm është i vetmi opsion që i kemi të parandalojmë përkeqësimin. Për fat keq kur arrim të diagnostifikojmë në faza të vona, e vetmja gjë që mund të bëjmë është ta parandalojmë përkeqësimin më të tjeshëm, ndërsa rikthimi i asaj që është humbur është e pamundshme pak a shumë.
Ndërsa çrregullime tjera siç është katarakta ose Pikërisht katarakta është gjuhën popullore është perdja e syrit. po, në të thënë? sakt. Po perdja e syrit, të jemi paksa më gjumë popullin për ta kuptuar. A ka shenja katarakta, për shembull njeriu të cilët mund t'i dallon ose mund t'i rikujton se si ka qenë dhe si është gjendja e tij. Ndoshta në mosha më të reja ku paraqitet ndoshta edhe fëmijët nuk di ta shprehin. Nuk e di, a mund të shfaqet edhe tek fëmijët? Mund shfaqet tek fëmijët, mirë po te shumica e fëmijëve çka shfaqet është e lindët. Do me thonë është prej lindje kanë çrregullim me thjerëzën, është katarak kongjinitali i themi. Nëse është plotësisht e mjegulluar, do ta vërejmë atë se fëmia nuk do sheh, nuk do orientohet, mirë po në shumicën e rasteve bëhet fjalë për mjegullimet pjesërishme ku fëmia është funksional. Prandaj ndonjëherë është edhe rëndë ta diagnostifikojmë në kohë. Tjetër veçori të fëmijët, për shembull mbasi jemi, një ndër çrregullimet më shpeshta të fëmijët është ambliopia ose syni dembel që e quajmë. Që kryesisht paraqitet kur njëri sy ka dioptri relativisht madhe, tjetri nuk ka. Është në rregull. Nuk është në rregull, po faktikisht çfarë ndodh? Syri tjetër është normal, pa dioptri, tjetri e ka. Nuk do të thotë se është pa dioptri, mirë po ka jo baraspesht madhe, domethënë ka dallim të madh. Ka një defokus, domethënë ka një jo qartësi. Edhe çfarë ndodh? Përderisa truni prej njëri sy pranon fotografit relativisht pastër, prej tjetrit turbull, fillon vetë truni si mehanizëm adaptimi atë synin që ka dërgon fotografi më turbull ta qetë prej funksioni. Edhe mbas një moshe të caktuar, themi 6-7 vjeçare, edhe nëse ne korrigjojmë pamjen, dioptrinë të ai syni që ka shef ma dobët, pamja nuk kthehet shkaku se truni ka vendos mos e pranoj. Ta pensionoj para kohë. Sakt. Shumë interesante. Që ka shumë shqetësuese, kjo edhe. Unë pse ka menduar këtë syrin dembel apo lazy eye që quhet në gjuhën angleze është pak a shumë lidhet edhe me gjumin. Unë që jo nuk lidhet e pas kam pas shumë gabim. Jo, që ka vërtet që ka një të gjithë themi që nuk kemi të barabartë, domethënë asnjë sy, asnjë vetull, asnjë faqe nuk është e barabartë me tjetrën dhe gishtat e dorës e kështu me radhë, mirë po edhe syri është njëri më i mbytur se sa tjetri sepse mbaret në cilën anë flan. Dhe unë këtë lazy eye sikur e pas kam lidhur me këtë, nuk e kam ditur që është pikërisht dioptria dallimi atë që e bën, mirë po ja që është një paralajmërim për të gjithë prindërit. Do bëjmë një apel tek prindërit të cilët mbase mund të neglizhojnë këto lloj shenja që duhet marrin hapa sa më të shpejt për të intervenuar ose për të rregulluar. Edhe ajo ndjekja është një sy që pak më shumë shkon më ngadalë se tjetra. Është kjo e njëjta gjë apo është një tjetër? Strabizmi kur ikën syri. Jo kur ikën syri, por që është njëri është më i ngadalë se tjetri. Domethënë shikimi nuk bëhet i barabartë me dy sytë. Apo Valbona je diku tjetër, je në TikTok e dal diku. Jo, e kam vërejt pak a shumë tek vetja, po jo me ndonjë masë shumë të madhe. Sepse ti e sheh veten tënde në pasqyrë dhe derisa e mendon, ajo sigurisht që lëvizje si ka të drejta. Çrregullimet në lëvizjen e syve kryesisht do të manifestohen me strabizëm ose nistagmus ku ka lëvizje oscilatore të synit. Strabizmi shpeshherë ndërlidhet me këtë synin dembel ose lazy eye që i thonë. Pse? Se shkaku se njëri sy nuk shef edhe fillon pastaj edhe pozitën ta lëvizën, domethënë po mund të jetë akomodativ, jo akomodativ, ka klasifikime edhe shkaqe të ndryshme pse paraqitet, mirë po kryesarja do ishte si popullat ti edukojmë që të paktën kontrollën e parë në oftalmolog të fëmijët ta bëjnë diku te mosha 4 vjeçare. Është shumica më e mira. Po, është mosha ku kemi kohë të reagojmë që të arrijmë të korrigjojmë diçka. Pasi që thash pamja zhvillohet deri në moshën 6-7 vjeçare, edhe nëse mbas asaj moshe e diagnostifikojmë, vetëm diagnozë kemi vendu, asgjë nuk mund të ndihmojë. Kështu që më mirë të ndihmojmë se sa të rrim me diagnozë. Kur jemi te katarakta, unë do doja pak a shumë të ndalemi edhe tek simptomet që paraqiten, mirë po që ne i neglizhojmë. Cilat janë disa nga simptomet më të shpeshta. Unë për shembull ndoshta nuk kam katarak, kam një dioptri të vogël relativisht, mirë po ashtu edhe kam këtë për dritat astigmatizëm, cilindër mos ke. Po, kam edhe cilindër, mirë po janë shumë të pakta. Po, deri 0.75, një është fiziologjik, është normal. Ashtu disi jam edhe. Syni është organi gjallë, nuk
është prej xhami i bëm që të jetë plotësisht i palëvizshëm. Ka shtypje të synit, astigmatizmi është kur ki xhami përpara, kornea nuk e ka formën plotësisht si gjistopi i prejem, po është pak eliptik. Edhe me një drejtim përthehet më shumë drita, me një drejtim më pak, edhe prandaj ndoshta e vërejmë sikur zgjaten ato. Kur zgjaten, po pjesët e ndriçimit. Mirë, po deri një dioptri të caktuar ose derisa nuk pengon, nuk ka nevojë të korrigjohet. Ajo varësisht prej asaj si ne përjetojmë edhe sa na pengon për po është mirë që të bëhet një preventiv që të paktën të vendosin syzat pak më herët, që të ketë... Unë për shembull nuk i mbaj, që të mos zhvillohet më gjithkohës unë i mbaj, domethënë zakonisht në shtëpi kur jam, zakonisht kur punoj në laptop, shumë shpesh domethënë më ndodh, sepse shumë më lodhen syt. Sidomos gjatë natës unë e shoh që me të vërtetë shikimi më është dobësuar shumë më shumë se sa në mëngjes. Ndodh kjo shpesh, është ndonjë simptom. Nëse punat ndërlidhet me asë gjatë ditës shikon shumë në ekran, për të shiku afër, kemi mehanizëm akomodativ brenda synit, muskull, thjerza natyrore, edhe ne kur shikojmë larg ajo qëndron kështu drejt, shohim mirë larg, kur shikojmë afër bëhet si tope, përthen më shumë dritën, shohim mirë afër. Mirë po, nëse shumë gjatë shikojmë afër, ndodhen gërç ose spazëm i muskulit akomodimit ciliar, çka i themi. Edhe pastaj, kur shikojmë larg na duket turbull, kemi si një lloj shtrëngimi të syt. Nuk është diçka çka mund të ndikojmë ta korrigjojmë, nuk është shqetësuese, mirë po sugjerohen pushime më të shpeshta, në mënyrë që të dezakomodoje. Në natyrë të shikosh në ndonjë peizazh. Sa më larg, sa më shumë të dezakomodohet, lirohet muskuli që të mund të kthehet në gjendjen normale. Urojmë që ta bëjmë sa më shpejt, po unë do doja që me që edhe intervistën e kemi kështu të caktuar, që të bazohemi të qëndrojmë pak më shumë tek katarakta, sepse janë disa shenja, ndonjëherë po i shikojmë njerëz pak sa më të moshuar, me sy të lirë, po ju duket sikur ka filluar që syrit ju turbullohet. A është kjo katarakta që po e shikojmë me sy të lirë, apo duhet patjetër që të bëhet një ekzaminim katarakta ose në gjuhën popullore perde çka e quajnë. Njerëzit mendojnë se është thjesht një pëlhur. Jo, katarakt është ne mbas bebzës, brenda në sy e kemi thjerrëzën natyrore. Ajo është bikonkave, do me thonë, bashkë si thjerrëz, lupat që ka shikojnë, formën, pak a shumë ashtu e ka formën. Katarakta nënkupton mjegullimi i thjerrëzës natyrore. Ajo, si që përmendëm, mund të jetë e lindët, mund të shkaktohet nga ndonjë lëndim ose traumatike, ose është amortizimi materiali që ka vjen normal me moshën. Te 95% e rasteve, katarakta paraqitet tet moshuarit edhe është si pjesë normale e amortizimit të materjes, proteinave, qilizave që e formojnë thjerrëzën e synit. Problemi është se është një proces që zhvillohet shumë ngadalë. Ndonjëherë shkojnë vite si kundra ajo thjerrës natyrore mjegullohet. Shpesh herë ndodhen të dy syt, edhe të njëri edhe të tjetri. Edhe truni ka mehanizëm neuroadaptiv që ka mësohet të funksionoj me atë pamje që e ka. Edhe faktikisht momenti kur shumica e pacientëve paraqiten për kontroll është kur veç se më janë jo funksional. Faktikisht kanë problem në kryerje me aktiviteteve të përditshme. Vepruar në mënyrë instinktive ta quajmë. Sakt. Sepse kanë ditë paraforësisht ambientin edhe sakt. Po pse është imagjinatë, është i çuditshëm. Ashtu është. Nuk është katarakta, nuk është asnjëherë intervenim urgjent. Në kuptimin ne mund të preshëm mos shohë njëri as pak, pastaj të vendosim të intervenojmë. Mirë po, me metodat bashkohore që ka bëhet intervenimi, kohëzgjatja e intervenimit edhe rikuperimi postoperativ është jashtëzakonisht shumë më i shpejt kur intervenohet në fazat më të hershme derisa vetë thjerrëza është më e butë, pasi që përdoret ultrazë, tash popullat me laser e quajtur, por nuk është me laser. Përdoret ultrazë për ta grimcuar atë thjerrëzën natyrore edhe vendohet thjerrëz artificiale me çka të njëjtën kohë korrigjohet edhe dioptria për pacientët të cilët kanë dioptri. Tash të më shumit paraqitet problemi edhe me pamjen afër, që është normale me moshën. Shumica zgjedhin edhe të vendojnë thjerrëza që mos përdorin syze as për larg as për afër. Është bëu pak edhe si
intervenim për komoditet, ti E themi shohim ajo. shumë shpesh edhe përdoren syza, për shembull, ta marrë të drejtorojit syzat në moshën pak më madhore, marrin syzat disa familjari përdorin ato syze, domethënë që Të njëjtat, po e Të kam. njëjtat, po. Se aty E jemi. ki për afër, Unë po jam i kam për 5 afër. plus, ti je 4 plus, aty jemi. Dhe sa më afër syrit, aq më pastër shikoj. Kur jemi tek operacionet, pikërisht edhe kjo me laser që bëhet, që janë ndoshta edhe metoda më të avancuara dhe që zgjatin shumë shpejt, po ashtu edhe rikuperimi dhe gjithçka më tej. Cilat janë keqkuptimet më të mëdha që pacientët i bëjnë pikërisht për kataraktën? Disa nga keqkuptimet popullore që i dëgjojnë. Keqkuptimet popullore është se me metodat e vjetra që ka është kry intervenimi, kryesisht është prit të arrijën fazat më të vonshme ose të pjeket, që i thonë, pastaj të bëhet intervenimi. Tash ajo nuk sugjerohet, pasi që na komplikon edhe neve vetë intervenimin, edhe e zgjatë rikuperimin post-operativ. Kjo është keqkuptimi kryesor, përveç asaj, shumica mendojnë se bëhet fjalë për një polhur, që ne veç e largojmë, edhe që ajo është jo. Nuk është ashtu. Ajo thjerza natyrore ka fuqi përthyese të dritës ose dioptrit me zakonisht ndërmjet 20-25. Edhe ne kur e hekim thjerzën natyrore, do mos të vendojmë thjerrës artificiale që ta kompenzojmë atë dioptrit synit, çka faktikisht e kemi largu kur e kemi hek thjerzën natyrore. Edhe këtu është mundësia që na jepet ta korrigjojmë edhe nëse ka pas para intervenimit ndonjë dioptri që ka pas nevojë të përdorje syza, në gjatë intervenimit e masën Edhe ajo mënyrë që rregullohet. të korrigjohet. Me gjuhën dioptri. popullore e prekin në settingsa edhe Qështu, settingsa. factory reseta. Factory reset edhe correction of errors. Doktor, kemi një mesazh këtu, do doja ta lexoj. Thotë ju përshëndes drejtori Valbona edhe mjeku në studio. Kam probleme syrin e djathtë, të pamurit e kam të turbullt. Çka më preferon mjeku? Kontroll. Kontroll. Sigurisht një kontroll e nderuar, sigurisht kontroll në Sistina tek doktor Agoni të diskutojmë edhe sigurisht që do të gjejmë zgjidhje. Besoj se po. Urojmë që të mos jetë diçka shumë. Garantojmë para kohë. Po, urojmë që të mos jetë diçka shumë serioze. Kryesorja shumica e pacientëve kur vijnë a ka garancion. Po. Edhe tash është pak problematike se është jo normale do thojsha në çfarë do fushet mjekësisë, jo vetëm te ne garancion t'japim se ndodh thehet xhami, do t'jap xham tjetër. Mirë, po nëse ndodh me ndonjë organ, ndonjë problem, organ tjetër, tash gjejmë. Është, jo, mirë, janë disa tash i prej frikës të madhe njerëzit edhe pse. Normale. Se kalojnë janë kjo çështje psikologjike. Edhe një keqkuptim kryesor çka është popullat do isha ta përmend për syzat. Mendojnë një pjesë e madhe e popullatës se me atë se do i mbahen syzat do të rregullohet ose do të korrigjohet si protezat për dhamat për shembull do t'i drejtojnë. 2 vjet edhe mjafton. Çështë. Syzat Syzat janë parandalimi i dioptrisë në rritje, syzat apo jo? as nuk e parandalojnë. As nuk e parandaloj. Syzat janë vetëm mjete ndihmëse që kur drita nuk përthehet si duhet brenda synit, ta korrigjojnë fokusin. Këtë punë. Nuk ndikojnë as në përkeqësim, as në përmirësim, as në ndryshim. Prandaj Që do të thotë, sipas jush, me sa e kuptova, është më mirë të bëhet intervenim më i hershëm që të mos vazhdojmë të mbajmë syza? po personat që kam përdorin syza do të përdorin gjatë gjithë jetës, përveç se nëse nuk bëhet ndonjë intervenim që ta korrigjojmë atë gabim refraktiv në përthjerje të dritës. Tash nëse dikush nuk ka probleme të mëdha, Po. si shtati, e përdoren sipas nevojës. Po, sipas nevojës. Mirë, po ka njerëz që kanë dioptri që janë të nënvarët prej syzave. Do me thonë për funksionim të përditshëm u duhet syza. Ata ose do vazhdojnë gjithë jetës thjerza syzat përdorin ose do të vendosin intervenim. Dritroti? Unë i mbaj për diçka tjetër, por do të diskutoj pas emisionit sepse kam një diagnozë që është aura e syrit tash. A është problem okulist apo neurologjik, nuk e di doktor, por do ta diskutojmë këtë sepse kam momente që nëse shikoj shpesh në ndryshim se gjithkohës mundohem që të abstrahoj dritën artificiale ose ndriçimin edhe natyral, kur janë rrezet e forta, sikur po më kristalizohet një pjesë e madhe e syrit. Kristalizohet, mbetet fotografia. Po më mbetet fotografia dhe më mbetën për gjatë kohë. Dikur më qëndronte 5 minuta, 10 minuta, tash ka filluar të më zgjatet në 40 minuta po më shkon. Është një problem pak më i madh, është puna e fokusit të syrit, e blenda që i thot në kamera që e kemi,
që nuk hapën mirë, sikur po vjetrohet më shpejt. Retina është e përbome prej neuroreceptorëve, që kanë pigment brenda edhe zbërthehet ajo në kontakt me dritën. Edhe derisa të regenerohet, mbetet si një pjesë e fotografisë, ka të bëhet në metabolizmin e... Mirë po, ato të shregullime, kryesisht duhet të shifet sakt për çfarë bëhet fjalë. Ke qenë në kontroll retina të shifet mira, ka ndonjë shregulim? Unë do doja shumë që ta sjellim dritrojnë pak për eksperimente. Ta bëjmë një eksperiment. Por do të shkojmë gjithsesi. Hajde të bazohemi tek pyetjet njerëz se çka u bazuam tek katarakta, u bazuam pak a shumë edhe tek operacionet, mirë po cilat janë problematikat më të shpeshta. Edhe tek operacione një pyetje, nëse bëhet intervenimi, a është përjetësisht i rregulluar të themi ajo? Thjerza artificiale, çka vendoset është e përjetshme. Unë nuk marrim me vetë asgjë, po. Si të kujt të garancioni, e din? Ndonjë kuk, ndonjë thjerrës, diçka ndoshta e marrim me vetë. Shumë e bukur kjo. Problematikat më të shpeshta. Kemi zgjidhje. Kjo është e rëndësishme. Problematikat më të shpeshta, prevalenca e sëmundjeve varet prej grup moshave. Te fëmijët, kryesisht bëhet fjalë për dioptri, alergjit në këtë periudhë janë shpeshta te fëmijët. Domethënë prekjen e të syrin, doktor, a? Po, gjithsesi. Një ndër arsyet çka shpesh herë bëjnë lëvizje të jo normale me sy të kruarje shumë, arsye janë alergjit. Veçanërisht këtë periudhën kur gjelbrojnë natyra janë më të shpeshta. Dioptria e dyta, syrin dembele paraqitëm, e përmendëm. Pastaj, te adoleshentët, prap kryesorja janë çrregullime me dioptrin, strabizmat, te grup mosha e mesmit i themi, fillojnë paraqiten problemet me pamjen afër, ajo është fiziologji, nuk është ndonjë çrregullim. Tregon që pleqëria po afrohet. Sakt. Fillon amortizimi i materialeve të organizmit. Por gjithsesi, mos e merrni kështu si thot Valbona, merrni për të mirë qenë sepse ka zgjidhje. Këtu kemi doktorin, e kemi klinikën për të dhënë zgjidhje çdo problem tuaj që mund ta keni. Kjo është e rëndësishme. Po. Për shumicën e rasteve. Edhe diagnoza edhe intervenimi i hershëm gjithmonë është me sukses më të madh, me rezultate më të mira edhe për ne edhe për pacientin. Prandaj do të sugjeroja mos presim derisa nuk shohim hiç pa ndërmarrim diçka, po ndërmarrim fazën kur vërejmë se kemi ndonjë shqetësim të vogël. Ndonjë shqetësim të vogël. Doktora, kam edhe një pyetje para se të shkojmë tek pyetja e fundit, sepse jemi në 5 minutat e fundit të emisionit. Unë kam një pyetje, në shumë të rasteve nëse kemi një shikim të në rregull, domethënë nuk ankohemi nga shikimi as pak as i largët as i afërt, traumat edhe stresi. A mund të ndikoj në një ndryshim të shpejt të syrit? Në ndryshime objektive, jo, po në ndryshime subjektive, me atë se ka sindrome psikosomatike, të them. Kuptimin se nuk kemi ndonjë problem vërtet me synin, mirë po ai preokupimi, ai stresi në shtëpi, në atë se fillojmë të vërejmë, mendojmë se kemi probleme të caktuara, edhe ndonjëherë vetë kontrolla ku vërtetohesh se jo krejt në rregull, është mjafton që pak ta qetësoje, të themi, atë lloj paranoje pak ose sido që ta quaj. Interesant. Përndryshe vetë syni për dallim prej krejt organeve tjera është i të dukshëm edhe jemi në gjendje shumë mirë të shohim gjitha strukturat. Se duhet të kaloj drita që të hijem brenda, prandaj edhe ne jemi në gjendje ta shohim brenda synin. Kështu që detaje shumë të vogla bëjnë dallim për vetë synin, mirë po për fat mirë edhe jemi në gjendje t'i shohim çdo detaj, shkaku se bëhet fjalë për organ që funksionon me dritë, prandaj edhe jemi në gjendje të shohim brenda. Kështu që jemi të gëzuar dhe të lumtur që nuk kemi që shikojmë mirë mbi të gjitha, sepse është një ndër organet më të mira, sepse edhe pamja është diçka specifike, asnjëri prej nesh nuk mund ta dijmë si shef tjetri. Po marr parasysh se krejt mendojmë se e shohim do të thonë ne mund t'i shohim gjërat krejt ndryshe njëri prej tjetrit edhe sën merremi vesh se i shohim ndryshe. Ashtu domethënë këto janë shkencerisht e dëshmuar? Shkencerisht, kjo është më tepër si një aspekt filozofik se sa shkencor. Sepse secili ka këndvështrimin e tij në përceptimin e gjërave, po. Edhe nuk mund të se
syri i pranon informatat, mirë po truni është ai çka Që i ta përpunon. shfaq. E përpunon Imazhin edhe tjetër. ta jep Kjo është imazhin. përgjigje e temës së ditës. Ja. Kjo është përgjigje e temës së ditës. Na erdhi. Po, na erdhi. Doktor, unë do doja me që jemi në këtë epokën e teknologjisë të shumtë, kemi hasur shumë shpeshherë prindërit ankohen me fëmijët e tyre, sepse po qëndrojnë shumë në për tablete, në për celular, të ekspozuar në ekran, rrezatime të shumta që i kemi, më shumë se sa dikur që ishim. Çfarë duhet të bën një prind përveç se përpara se të vijë në klinikë tek ju për t'ju vizituar? A ka mundësi në një prind, për shembull unë si dritëro ose valbon ose ju ose ata që na ndjekin, çfarë testi mund të bëjmë ne me fëmijët tanë në shtëpi për të parë a janë rrugës së mbar apo jo? Unë tash po dalloj pak të mbesa një ngecje kështu. Cilat janë disa testime të vogla që mund t'i bëjmë në shtëpi? Domethënë përpara se të kalojmë tek Normalisht. po kështu Edhe pse popullor që ta them. Tu ja? përgjigjim dy pyetje. Një sa u përket ekraneve. Shikimi në libër, letër apo ekran, faktikisht pamja afër ndikon në muskulaturën e synit tjetër shtrënguar, që ka tendencë ndikojnë në zhvillimin e miopisë. Mirë po, ekrani si ekran nuk i dëmton vetë syt. Çështja e ekranit është se truni nëpërmjet syve merr informata se a është mëngjes, a është mesditë, a është mbrëmje, edhe ajo ngjyra e kaltër që është në ekrane, faktikisht nëpërmjet syve me ngjyrën e kaltërt, veçanërisht në mbrëmje nëse përdorim shumë ekrane, truni merr informata sikur është ditë. Edhe na çrregullohet krejt bioritmi i gjumit, zgjumes, kemi problem të flejmë, pastaj kemi problem të zgjohemi. Esenca e ekraneve, përveç se e çrregullojnë bioritmin, përveç synin nuk bëjnë dallim prej librës ose letrës. Atë fëmijët, testi kryesor që mund ta bëjmë është t'ja mbyllim një herë njënin, një herë tjetrin si. Nëse kur ja mbyllën njënin si, fillon të ankohet, nuk do të thosë se ja ke mbyllat synin që ka shef, aki tjetri është dembel mund t'jetë. Domethënë ky mund të jetë miq dashur një këshill, një test të cilin mund ta bëjmë me fëmijët që i kemi në shtëpi, për të ditur a duhet të shkojmë në tutje apo jo. Mund ta bëjmë edhe ndonjë, për shembull të nxjerrim ndonjë libër pak më lart, shikojmë se sa larg mund të lexon apo jo. Po, mirë po, ajo pak duhet të kemi common sense që ka thumë, se qka është normale ose jo. Kam fjallën parafërsisht në që se ka nëse shikimi është të gjendje ta buruar të lexoj turbut. tekstin ose televizor? në televizor, po është do të thosë se nuk ka ndonjë problem. Mund ta bëjmë edhe me njërin sy, edhe me Po. tjetrin, po të njëjtin test. Esenca kryesorja të fëmijit është ta mbyllish një herë njërin, një herë tjetrin. Se mund me njërin të shofe perfekt, me tjetrin asgjë, edhe ne nuk do vërejmë asgjë derisa të bëhet i vetëdijshëm vetë. Sigurisht. Doktor, faleminderit shumë për Shumë, prezencën shumë tuaj, për faleminderit. këshillat, unë të dëshiroj suksese, punë të mbar dhe besoj dhe shpresoj që gjitha këto këshillat që i that nuk do bien në vesh të shurdhër, por miq dashur, për më tepër, për çdo zgjidhje e kemi Sistina Oftalmologjin. Edhe doktor Agonin, mos e harroni.